Këto pamje i përkasin aksit kryesor rrugor që lidh bashkinë e Lushnjës me bashkinë e Kuçovës, konkretisht në zonën e kthesave të Kozares, bashkia Kuçovë. Disa ditë më parë, ky segment ka pësuar zhvendosje të trupit të rrugës, duke u kthyer në një shqetësim serioz për drejtuesit e mjeteve. Ky aks mbetet një arterie kryesore për lëvizjen e banorëve dhe mjeteve, por dëmtimi i rrugës e bën qarkullimin të rrezikshëm, sidomos në këtë segment. Aktualisht, rruga është në administrimin e autoritetit rrugor shqiptar. Sipas pamjeve të siguruara nga kamera e televizionit Apollon, në zonën ku rruga ka rrëshqitur në një gjatësi rreth 40 metra, janë vendosur shirita sinjalizues për qarkullimin gjatë ditës. Megjithatë, një problem mbetet mungesa e ndriçimit gjatë natës, duke e kthyer këtë segment në një pikë të rrezikshme për drejtuesit e mjeteve. Banorët dhe drejtuesit automjeteve i bëjnë thirrje ARSH-s që të ndërhyjë sa më shpejt për rikuperimin e kësaj pjese të dëmtuar. Ata shprehen se situata bëhet edhe më problematike gjatë rreshjeve të shiut, kur rreziku i rrëshqitjeve rritet ndjeshëm. Sipas tyre, vonesat në ndërhyrje mund të çojnë në aksidente serioze. Rikonstruksioni i këtij segmenti shihet si domosdoshmëri urgjente për sigurinë e qarkullimit.